Jemi këtu në qytetin e Skenderajt, pikërisht në sheqin e qytetit, ku do t'i pyesim qytetarët se si e përkufizojnë gjuhën e urrejtjes dhe sipas tyre sa është ajo e pranishme në ditët e sotme. Na jemi qatë nivel, shkencëtarët kanë bërë ushtrime me Shqipërinë, jam ishti me fluturu para kohë. Po tha nuk mujten me fluturu para kohë, vetëm kur pjekën kushtet. Prandaj edhe na jemi qatë nivel që ngjajnë të sene, edhe ma të tje lyp kohë për mu pjek, për me kriju një kulturë. Unë po ta tregoj një rast. Më kom matë i ri, kër më kon aksion, kom lu futbol edhe e theva gishtin. Kur shkova atu, një kroat i shterë në Vilushk. Ai shumë i ri, po dhe vetë i ri më katër, sa herë ma këtej ke shpinën, kërkoj ke falje. E unë tani thisha që qëfar kulture ka. Edhe kjo kultura nuk blihet, nuk ka artikull që blihet në shqiptore. Do me thonë, ju keni pasur raste të tilla ku keni marrë edhe komente ofenduese, ja e ke dëgjuar, po a mendoni se duhet të ketë ndëshkime për komentet që po bën edhe urrejtja online, përmes urrejtjes online, përmes rrjeteve sociale? Pa nuk duhet më kriju urrejtja, po megjithatë mvaret pe situate, pe çfarë është urrejtja. Duhet me toleru dësene njeri, duhet me toleru, s'kem qama, se duhet ta kem të kjartë tonë njëjtë, nuk janë të njëjtë tonë njerëzit. Ki gjithë qka, ani sidomos të na. Si e përkufizoni gjuhën e urrejtjes? A mendoni që ka urrejtje në shoqërinë tonë shumë? Mundet me pas. A ka pasur ndonjë rast kur një ndjej i ofenduar nga ndonjë koment në jetën reale apo online? Jo. Po, a mendoni se duhet të ketë ndëshkime për komentet me gjuhë të urrejtjes online? Mundet me ndodhë, kjo mundet me ndodhë. Po gjithsesi mendoni se është e prezente pra gjuha urrejtjes, pse mendoni? Pse njerëz vetë ashtu është në lloj njerëzve. A mendoni se është fajt e shoqëria? Mundet vetëm me qenë atë shoqëria faj. Nuk e kanë një gjuhë të përbashkët, njerëz në vetes. Kush nuk e do kanun, kush nuk ka qenë po kanun, kush nuk ka kërkuar bullon, nuk ka kërkuar po të më thonë nuk është kur e përpar me që kon një dashni, kon një respekt ndaj njerëz tash ishën zhovanë jo që shoka njerë, po edhe ndiga njerë fëmija ndaj prindëve nuk ka që respekt madhe. Pra mendoni se ndër vite është rrit gjuha urrejtjes? Po. Menoj si ka. A jeni ndjer ju ndonjëherë të ofenduar kur e keni marrë ndonjë koment në rrjetet sociale online apo edhe në jetën reale? Po. Si për shembull ndonjë rast konkret? Po ka shumë raste, shumë raste ka. A mendoni se duhet të ketë edhe ndëshkime për komentet që përmbajnë gjuhë urrejtje online? Sigurisht po. Po sipas juve, pse mendoni se gjuha urrejtjes është e pranishme? Po shkakton urrejtje, shkakton dome, shkakton po kokqarje, përqarje, tani shkakton. Cili do të ishte mesazhi juaj për asaj ndaj gjuhës urrejtjes? Çka të bëhet në këtë aspekt? Mesazhi im është si njerëzit bashkohen të njërin tjetër, të respektojnë të moshurit, njerëz do të më respektojnë të moshurit, kur kush të respektojnë tash plesht. Po që sa e përket shtetit tonë, ka pengesa urrejtjes, për arsye se kalon me pasojë edhe lufta të rritë, po besoj se shpejt i përmirësohet. Ja jeni ndjer ndonjëherë ofenduar, a keni pasur ndonjë koment urrejtje qoftë online apo në jetën reale? Qysh t'ki reale, kur për shembull që 3 muaj mos më kon gjatë me bon parlamentin. Deputeti që zvoton duhet më largu ose 3 herë mos më shku aty. Po përveç politikës. Deputet janë tunt, i morën 100 euro e prishin punë. Inshallah kena dashni gjithë. Dashni duhet gjithë me pas. Po pse mendoni urrejtja është më prezente ditëve të fundit, viteve të fundit? Ku është faje sipas jush? Po është e popullit, të rinia më shumë. A keni pasur ndonjë koment ofendues që gjatë jetës suaj dhe që jeni ndjer të ofenduar? Jo. Jo zonë? Ja.
Po, a mendoni se duhet të ketë ndëshkime për komentet online që po bën në rrjetet sociale? Që po bën shumë fyerje për shoqërinë? Edhe aja ndikon.